me gjithë respektin që kam për kolegët e mi se nuk dua apo është propagandë politike që ata duhen, por nga ana ligjore është absurde, si kërkesë nuk ka asnjë referencë në prova dhe në ligj. Kur mund të kishim ripërsëritje të zgjedhjeve? Pra, çfarë parashikon kodi? Po, kodi e përcakton qartësisht. Në fakt është në 160 i kodit zgjedhor, që paracakton 3 raste kur kemi pavlefshmëri të zgjedhjeve. Rasti parë që dhe i referohet Partia Demokratike është rasti kur ka shkelje të ligjit, po në atë mas që të cënojnë vullnetin e zgjedhësve dhe i pengojnë zgjedhësit të shkojnë pra kutis votimet në mas, ose deformohet në mas vullneti i zgjedhësve, ose këto shkelje kanë ndikuar në ndarjen e mandateve. Pra duhet që një forcë politike të vitë të provojë që mos ndodhte kjo shkelje e ligjit, unë nuk do kisha fituar 2 mandate, po do fitoja 3 mandate. Dhe sjell shkeljet konkrete. Dhe vetëm këto janë rastet që mund të ketë pavlefshmëri të zgjedhjeve. Pra duhet të jetë shkelje shumë të rënda që të cënojnë rënd procesin zgjedhor. Ndërkohë që procesi zgjedhor shkoi në një klim të qetë, me raste aty këtu problematika, por që këto të gjitha nuk janë shkak për pavlefshmëri, se kodi zgjedhor ka zgjidhur këtë gjë, thotë ku ka shkelje të procedurave ose të veprimtarive që nuk duhen kryer gjatë fushatës, si ndryshkon me masë administrative, me gjobë, kemi dhe krime zgjedhore, se ndryshe s'do ekzistonin këto masa paraprake, do kishte vetëm pavlefshmëri. Por pikërisht, prandaj janë këto për të parashikuar dhe për të izoluar raste sporadike siç ka ndodhur dhe për të mos shkuar drejt pavlefshmërisë në fakt. Treni bullgar është vërtetuar apo jo? Absolutisht jo. Ka reaguar edhe zoti Celibashi, por dua dhe opinionin tuaj. Absolutisht jo. Për mua është një argument që thjesht është gjetur nga opozita dhe po përdoret. Treni bullgar është i pamundur për të ndodhur, në fakt. Realisht edhe kësaj herë sidomos me fletën tonë votimit. Ne kishim një fletë gjigante votimi që tamam qarqaf, që do ishte pa mundur që, sepse dhe sikur të ndodhë, ajo do e palosur në shumë pjesë, dhe momenti që do futet do dukeshin ato vijat e palosjes. Fletët e votimit do një bashkëpunim edhe gjatë numërimit, përveç asaj, edhe gjatë numërimit duken të gjitha që nuk ka asnjëra në palosjet veçantë dhe shumë e vogël se të tjerat. Janë të gjitha uniform. Dhe do duhet ky bashkëpunimi me komisionerët e PD-s, kemi qenë, po që është e pamundur ndodhi se PD-ja, unë e thash, ka qenë gjithkohën me kamera dhe me telefona duke fotografuar njerëz të thjesht, pse u afrua te qendra e votimit, pse i foli këtij zgjedhësit, kishte një gjë në dorë, çfarë kishte? Kjo s'është fare, unë kam mbritur dhe në kasë problematik, sepse një çdo QV ishin njerëz që çdo QV ka pasur, sepse në na vin tani pamjet filmike dhe fotografitë nga Partia Demokratike. Dhe unë ngrita këtë problematik. Këta persona që ju nuk janë persona publik që ju keni të drejtë ti fotografoni, edhe që ti filmoni. Këta janë qytetarë të thjeshtë, nuk e di fare që ky ndoshta ka qenë duke votuar, ka qenë te qendra e tij e votimit. Jo, po ky ka me 5 veta, po mund të jetë me 5 kushuritë e tij, me 5 familjarët e tij. Si vete dhe ti i filmon dhe i fotografon. Kështu që kur ti e kaq vigjilent për fotografuar gjithë dynjan kush afrohet te qendra e votimit, nuk pas ke qenë vigjilent brenda në qendrën e votimit, kështu që ky është një argument që nuk qëndron, nuk ka asnjë referencë. Për ta mbyllur raporti paraprake i OSBE-Odirit, si e ka parë Partia Socialiste? Atëherë është deklarata paraprake, sepse e tillë quhet, dhe në fakt deklarata është ndërtuar nga pretendimet e palëve. Se kështu funksionon. Po ta vësh re deklaratën, nuk është se ka referime të vëzhgullëve. Ka dhe referime të vëzhgullëve konkret që janë të OSBE-Odirit, bazuar në atë që thonë kandidati, janë pretendimet. Dhe ka qenë një strategji që unë e kam bërë edhe te kolegët e mi, që çfarë ndodhte, i shkruaj mesazh, për shembull, gjatë ditën e zgjedhjeve na vjen një foto neve që një ministre jona kishte qenë duke votuar, ishte për në qendrën e votimit, dhe raportohet më një herë që ka vajtur ministre kandidate në qendrën e votimit. Unë e verifikoj rastin dhe i them kolegëve të mi që kandidate ka qenë për të votuar. Dakor, po neve referuam tani si rast këtë. Pra ishte çdo gjë që dëgjohej, shkohej dhe referohej pranë OSBE-Odirit. Dhe prandaj është në deklaratë paraprake, sepse të gjitha burimet e informacionit duhet në fakt që të verifikohen dhe më pas dalim me deklaratën përfundimtare, por në faqet e para të raportit lexohet që zgjedhjet janë zhvilluar në një klim të qetë, në shumë zona transparente, kandidatët kanë pasur mundësi që të bëjnë fushat të qetë dhe të pavarur. Kështu që përgjithsisht për mua nuk ka ndonjë problematik. Problematika sporadike sigurisht që janë, patjetër, sepse nuk mund të ketë asnjë vend, qoftë ai më demokratiku i botës, që gjatë fushatës të mos ketë problematika apo mos ketë ndonjë incident ditën e votimit. S'mund ta pretendojmë dot akoma këtë gjë.
Mirë, në fund të kësaj bisede, zoja Elena Dukagjina, faleminderit. Kënaqësi që të kisha, të përshëndes. Ndërkohë në këtë moment do kalojmë në hapësirë me reklama, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak me pjesën e dytë, do flasim për partitë aleate që ka patur opozita. Sa ndikuan ato dhe si ndikuan? Ndikuan për mirë apo për keq? Kthehemi për pak.